Mirëmëngjes Marian. Mirëmëngjes. Nuk po dojnë rahat, po thirrën më një herë. Mirëmëngjes Edi. Unë e di që ti qosh herët, s'ka nevojë me ton falem që të qova herët. Faleminderit Edi. Mirë se erdhe. Mirë se jam, faleminderit për ftesën, ndihemi nderuar me të vërtet. Çish po do këtë ambienti jonë, jemi këtë live këtu me njerëz na çojnë dorën, na përshëndesin. Ambienti është fantastik, po dhe ju jeni një djalë shumë kontribues i madh për qytetin e Zekovës, për jetën aktive në këtë qytet dhe me xher. Kështu që përgëzimet veçanta për emisionin që vëllësh 20 ditë. Faleminderit shumë Marian. Emisioni jona më mirë këtu atje. Si emën miqtë të dashur, është Afrimi Subi, mirëmëngjes, po thot respekt, edhe Burim Raci, mirëmëngjes, e përshëndes Astrid Hoxhën dhe shoqnin. U kry Burim, krejt pa emra i kemi. Si emën i emisionit më mirë këtu atje lidhet shumë me Marianin. Pse lidhet? Thash më herët. Se Mariani ka pas mundësin, ka pas rrugë qel, ka qenë në Amerikë, edhe kalon në Amerikën për Kosovën, për Gjakovën. Çka ndodhi ky vendim? Ka që madh. Mendoj se ky titull është shumë aktual në vendin tonë, migracioni, kërkimi për një jetë më të mirë normalisht, por vërtet secilit nga ne që jetojmë në këtë vend duhet të kryejmë një bindje përmes këtij emisioni që është shumë i qelluar, sepse në këtë vend nuk është vetëm jetesa e tij, por është kontributi secilit që e bën më të jetueshëm, më të harreshëm, më të përmbushur në këtë vend. Domethënë si e peshman? Si e peshman, edhe ka qenë një vendim mendoj i qelluar. Unë gjatë shkollimit në shkollën e mesme në një periudhë vërtet të vështirë, nga 27 nxënësit në klasë, pyetja profesorën e maturës ishte çka do të vazhdoni me tutje studime, siç dihet. 50% e tyre ishte për të emigruar në vende të tjera, sepse ishte në një gjendje shumë të rëndë Kosova në atë kohë, në okupim normalisht. Dhe unë isha i vendosur që rrugën do ta vazhdoj drejt studimeve në Prishtinë, ashtu edhe vendosa, ashtu edhe veprova, ku u kualifikua në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës, në Universitetin e Prishtinës, në një periudhë të vështirë, gjysmën para luftës dhe gjysmën pas saj. Pas kualifikimit se që tijet në shtyllat e UNMIK-ut dhe në krijimin e institucioneve të vendit, po ta fatin të punësohesha në Ministrinë e Shërbimeve Publike, ku shërbeja për 3 vite, si zyrtar në shërbimin e pagesave, sektorin e pagesave të pagave të punëtorëve, si quhen atë kohës, payroll section dhe payment section. Aty pas përfundimit të kontratës me 6 janar 2006, unë u ktheva në qytetin tim të lindjes në Gjakovë, ku edhe punësoha në administratën tatimore të Kosovës, edhe që nga e di deri më sot i shërbej nuk ke larguar as e ke mendë më largu. Edhe ti tregoj edhe 2 pika të kthimit nga Amerika, ku mu ofruan të mundësi pas punësimit, pas fillimit të integrimit të jetës në Kosovë. Po. Në vitin 2008, unë udhtova për Shtetet Bashkuara të Amerikës bashkë me bashkëshortën. Udhtove për gjithmonë ti, mos më kthyni. Me bindjen kozha të fuqishëm që të vazhdoj një jetë të re atje. Me sin matutje se tash po kam qef me të bo pyetje, po më intereson në cilin shtet? Unë në shtetin e New York, ku vendosa ku familja e gruasit. Do një shkut komplet, kështu me. Shkut sepse familja e shoqës jeton atje. Po. Edhe lindën vajzën në standardin e shqiptarëve për të përfituar dokumentacionet me lindje, ashtu edhe ndodhi. Pastaj ishim në tundimin e mbetjes së Shtetit Bashkuar ose të kthimit këtu. Por gjithmonë e kam mbështetur me mërzi besoj gjithmonë e kam mbështetur në 2 shtylla. Në shtyllë ishte dëshira për të kontribuar në këtë vend, mundi që kishim kualifikuar unë dhe shoqja fakultetet për të punësuar dhe shërbyer në këtë vend, dhe në 2 në modelin si shembulli juaj, që vërtet njeriu duhet bëj diçka për vendin e vet. Atje domethënë Amerika u dashke prej zeros gjithçka, me siguri. Zeros në vend që i plotson të gjitha kushtet dhe njeriu apo individit i mbetet vetëm personalisht ta avancoj dhe aty është shifja e suksesit secilit shqiptar që shkon atje. Për arsye se aty mbetet vetëm të punohet për personalisht, vetëm për veten tënde. Shteti ofron të gjitha kushtet, infrastrukturën, mungesën, si më thonë. Domethënë jeta profesionalisht me profesionin prej këtu në Amerikë ishte një vështirësi e madhe, kërkoi 5 vite minimumi për të rikualifikuar, për të njohur diplomat,
Wow. Pastaj avancimin gjuhën angleze në TOEFL, jo vetëm këtë formën e komunikimit që e kemi për ditë. Tash është shumë aktuale në Kosovë, sepse fëmijë edhe kanë mësuar gjuhën angleze. Por në atë kohë ka qenë pak më ndryshe. A mendon veç që të dha diçka Amerika që të frymsoj pakës? Amerika të jep diçka, të bën shumë mundi shumë i vogël, edhe të bën mundi shumë i madh në vendin tonë. Para syve tu kalojnë mundsinë që duhet me shumë gjëra, por që ti duket shumë i vogël para secilës gjë atje, sepse është vend i madh, është vend me një mundësi shumë të madhe. Domethënë kish aty pat siguri, pat stabilitet, kanë krejt, por nuk ke shpirt. Ndjenja e mbrëmshme mua ka shtyr gjithmonë, edhe gjithmonë thash një prej parimeve pas parimit të parë që vendlindja duhet kontribuojë në shtet, është edhe njerëz të suksesshëm të vendit. Thesha si është e mundur që këta njerëz kanë mundësi kudo, po që janë këtu, ofrojnë shërbim për këtë vend, përkushtim për këtë vend, jetojnë në mungesë shumë gjëra bazike, infrastrukturës, spori, mungesës energjisë, mungesës se definitivisht jetohet në Kosovë vitet e 2005, 2006 deri në 2007 ku jem, të ndohesh shpeshherë në mungesën e gjërave publike. Sepse sot jemi dëshmitar ku individ kanë arrit suksesin në Kosovë, kanë bërë jetën e tyre personale me infrastruktura personale, me shtëpi, banime, lokale, biznese, por ata janë pjesë përbashkë të jona kur ballafaqohen me pjesën publike. Normalisht. Po më intereson arsyeja morën vesh kthimit, Nuper Kola po na përshëndet prej Zvicrës. Mirëmëngjes, jeti me stafin i nderuar edhe musafirin, shumë përshëndetje. Domethënë Marian, neve ne janë të na pash tash me Zvicër, me Belgjik, me Amerikë. Ti përshëndesim gjithë. Këtë shqiptar kudo që janë pjesë e këtij populli, pjesë e këtij vendi, edhe pse jetojnë larg, e diat ndjen çfarë është, ku çfarë do suksesi se mbyll javën, gjithsesi në vikend të ndohesh me mungesën e vendit tonë. Definitivisht. Marian, e morëm vesh arsyeën e kthimit, e kuptuam, e morëm vesh. Po momenti kryesor ku vendosem, me thonë u kryq, tash më boll do më kthy. Apo atë zor edhe me grun me bindë edhe grun. Normalisht se ka qenë më e vështirë, është se për ne sepse ai ka gjithë familjen atje. Normalisht se ishte më integruar për faktin se kishte dajt familjen, vëllezërit, njerëz. Krejt aty. Bom disa lëvizje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në për vendet parajsës më thonë, në për Miami, në për Washington DC, në për Texas, në për krejt këto mendoj që u bëshin me një taktikë që me të pëlqy Amerika, po megjithatë vendimin e kishin vendim emocional. Emocional. Çka të mungoj kë atje më shumë ti? Pjesa shpirtërore, pjesa e integrimit tim që kam qytetin tim, ku ne nisi ditën me kolegë punës, pas punës ki shumë njerëz, ki shumë dinamik, edhe ku ndihesh vërtet rahat me pak gjë. Ndërsa atje ki që të gjitha këtu, por ndihesh shumë i vetmuar në aspektin e komunikimit, në aspektin e daljes, organizimit, takimeve. Domethënë gjithmonë thu që kur e shefshe nëpërmes rrjeteve sociale, sepse sot jemi dëshmitar të dominimit të jetës virtuale ose mediave, dikur që jetu në Amerikë, po jenë dëgjuar në një telefon me dikon, ndërsa sot është emisioni New Life, është gjakohen live. Domethënë edhe shpesh ngrishin emocione që veç është një hap i gabum, unë e di që në aspektin ekonomik e financiar ka mujt me qenë shumë fesh më mirë. Por në aspektin e gjumit dhe jetës edhe integrimit këtë vend, dashurisë ndaj njerëzve dhe shërbimit ndaj qytetarëve të vendit që e bëj për vite, më bën më mirë. Viktor Leshi, po thot respekt nga Lucerni. Respekt Viktor, faleminderit. Kur u kthyt Marian, kur u kthyt në Gjakov, në Kosovë, cila ishte pjesa më e vështirë, më për shtat mandej ato, do pak që ka ik pak apo ishte me të vërtet një mungesë, edhe ishte ku dimri kur kthym shkurti, edhe mas 5 dite reduktimet erdhën 3-2, e siç ishin ato orare të mundshme të reduktimeve, dhe vërtet zgjidhja ishte vetëm dalja nëpër vendet ku kishte rrym biseda skalam, çush bon, po megjithatë kishte edhe njerëz tillë që na thëshin është një veprim i duhur, është një kualifikim që është bën me vite për me jetuar në këtë vend. Normalisht se nuk do të jemi pjesë e çfarë do lloj punësimi në vend, është një shtyc. Është një shtyc. Shoqënia e madhe nëpër Prishtinë, kolegë të mi kanë udhëheqë dikastera të rëndësishme në vend, për shembull kom kolegë që kanë udhëheqë aeroportin e Prishtinës, postën e Prishtinës, rektor të Universitetit Gjakovës, komandant policisë
Domethënë njerëz me të cilët unë kam kaluar shumicën e jetës. Domethënë nuk ndodh ndonjëherë kur ti je vetëm kur ti je më thon atu ku mbo gabim për shkak. E kjo kanë herë më të thënë. Kanë herë bën pyetje. Po, sidomos kur nëse mora veten çop. Po, sidomos kur e vërtet. Kur je vetëm kështu. Ke situata të tilla, po megjithatë njeriu ndërton jetë, ndërton koncept, unë jam madhuru si malli natyrës, ecjes në për. Çfarë do të doshta me dal? Në për vendet e bukura të Kosovës. E di që je dashamir i natyrës, të pëlqen hikingu, edhe bashkë po kam qef një ditë një mendim tonin, a në nënversojmë na pak vendin ton, natyrën ton. A në nënversojmë pak si popull. Semi shumë të vetë disum. Shumë zoti Edi, dhe mendoj që me të vërtet ky emision e kom përcjell shumë kohë gjatë, ka edhe musafir figurat në dritura të qyteti, këtij vendi, por shpesh herë mendon njeriu a dojmë sa duhet vendin tonë. Edhe shpesh i bëj pyetje vetes kur shkojnë në ora 4 në shtëpi, ose i kom për punës në banesë. Po. Edhe shoh qytetin e pastër, shoh gjitha në rregull, ndërsa me gjes kur kthehena e shoh hudhin e mbeturina dhe ndalna mendoj sikur të ishim në një shtet sikur është Franca që pjesëtrojnë popullsia jashtme. Edhe normalisht Francën e sheh vetëm si një opsion për me jetu. Edhe ka mundësi me bodon. E hedh bërllogin, prish udhëset publike, domton infrastrukturën e përbashkët që kemi, gjelbërimin e gjitha ato, edhe i bëj pyetje vetes si është e mundur neve përbëhemi nga një pjesë shumë e vogël e jo rezidentëve në këtë vend. Edhe pse vim deri kjo. Ç'është ka mundësi mu thyni karrike parkit? Thjesht me një pyetje i bëj askush s'e ka bë pos një vet. Po. Deri kur duhet që ti bëjmë dom vetes. Ashtu është gjendja me lumejt. Pikërisht çfarë do të thonë nuk e don vetëm. Kur rritën tash lumejt që ron. Kur e don natyrën. Shihet mbetjet të keseve, gjonave. Dham shumë. Edhe kur ti e dën natyrën, je i lidhur me natyrën, ti nuk e dën vetëm pse del me ecën i bie të bukur të Kosovës, por dën çdo plomb natyrës së Kosovës. Është dhimbshme kur i sheh ato që i përmende, këtë janë prej durës njerëz. Edhe ai njeri është pikërisht ai njeri pronor i këtij vendi. Është rezident këtë vend, është shtetas i këtij vendi. Se po ti është një emigracion i jashtëm që e hedh vjen po gjunë ka droi vetëm xhobitin ndaj një shteti ligjor, kjo na shtatë do të arsyetoj. Tu e ditë që bukuritë tona natyrore mund të jenë edhe motor i shtetit për me shku përpara në zhvillim real, për shembull turizëm, ekonomi, identitet, gjithçka. Unë mendoj se është kapaciteti numër 1, pasi që vendi ynë nuk ka pas fatin e zhvillimit të ndonjë industrie të madhe, dihet rrugtimi i tij, sa që ka marrë një havë zhvillimi, është ndërprej për shkak zhvillime politike të Jugosllavisë, çpërberjes e tjera, dhe kemi ngjetur në ashta po thuaj mbrapa, po ajo që mujm na me pas në dorë, dhe që është kapitali joni vetëm për ta futur në përdorim, është bukuritë e këtij vendi. Definitivisht. Sidomos bjesht e këtij vendi ku secila pjesë e tij është një diçka e veçantë. A shkon në hiking kështu vikendeve, gjen kohë? Po, këtë kulturë të hikingut e kam fituar për ndërkombëtar kur kemi punuar në Ministrinë e Shërbimeve Publike, ku 50% ka qenë ndërkombëtarë stafit, ata më të thonë ty ju pak si me zor, të shku ty apo pak qefi, po. Unë gjatë shkollimit mesëm dhe fillor kam menduar se vetëm Gjeravica është një vend një parajs, një bukuri e Kosovës. Dhe aty e kom pasë shka ka Kosova, ndërkohë në vitin 2010 jam antarësuar në një klubin Alpin Prishtina, që janë një ekip jashtëzakonshëm i promovimit të bukurive të Kosovës. Po aty përpara i kom bërë ecje të gjitha këtyre bukurive, përfshi Gjeravicën me disa herë, përfshi Lubotenin, Kamenicën, gjitha këto pjesë, mos las për Istogun, rrugovën e Pejes, korabin e Shqipërisë, Theth Valbon, Vërmosh Shqipërisë, Malin Tomar, nuk e di që më ka mbet në një pjesë e bukur e këtyre trojeve tona të pa ecur. Domthonë edhe vazhdon përjashme apo përmbushme. Unë sidomos e eci pjesën e verës prej prillit deri në dhjetor, tetor kur edhe biesh mbuluan me borë. Këtë pjesën me borë nuk e kam apliku shumë, sepse e dën një farë përgatitje ekstra, gjëra tjera, por me rëndësi kondicioni është. Me rëndësi kondicioni është dhe me rëndësi është mu përmend kur kemi fillu me ecë ato fillet e para që nga 45 në grup ose 25 në grup 50% kanë qenë ndërkombëtar. Ndërsa sot e shoh shumica janë ndërtu disa klube, Gjakova ka një klub Pashtrikun fantastik që vazhdimisht zhvillojnë aktivitetin natyrë, hiking,
por që vërtet duhet ta bëjë secili për ne aq që ka mundësi. Definitivisht. Lirdon Kralani po thotë mirëmëngjes të nderuar dhe të respektuar dhe Homs Goza, mirëmëngjes, ju përshëndes nga Gjermania. Faleminderit shumë të gjithëve që jeni me neve për na ndjekni. Marian, administrata tatimore e Kosovës, vendpunimi juaj, shtëpia juaj e dytë. Shpesh shihet si institucion që mbledh taksa për disa që janë pa vëdësuar. Unë po mendoj që ka edhe rol shumë të madh transition në zhvillimin e vendit tonë. Po, është një institucion kyç apo themel i shtetit tonë. Po, zëdedi administrata tatimore është një prej institucione më të rëndësishme të vendit, ku është edhe kontribusi numër 2 në buxhetin e Republikës vendit pas dogonës normalisht, sepse jemi një shtet që mvaremi shumë nga importet dhe aty dogona mund të jetë më favorizuar se administrata tatimore për shkak të përqindjes në pjesëmarrje të buxhetit. Po në përgjithësi administrata ka rrugtuar mirë, qytetarët kanë filluar çdo vit ose janë më të vetëdijshëm, sepse kontributi i tyre sot është zhvillimi i tyre nesër. I vendit, pikërisht. Dhe si Gjakov, zyra regionale Gjakov funksionon prej vitit 2000, siç është shtrirë administrata tatimore në nivel të vendit. Është për të lavdu ose është për të theksu si një merit edhe e vetdijes lartë qytetarë ku çdo vit plani para po baza vjetore është i arritshëm në Gjakov. Do të thotë është një vullnet i qytetarëve për me edhe fatmirësisht edhe qytetarët kanë nisur me vetdisu që është një kontribut i përbashkët. E sidomos kur përmendëm Amerikën, atje domethënë është mendoj se është kulmi i vendit. Ndoshta edhe shkeljet tjera ligjore janë shumë më të padenueshme, më të lehta se sa shkelja, më të falshme. Aty s'falet hiç, që është shumë mirë kjo gjë më ndodh edhe te na për shembull. Që populli me u vëdisu edhe me ditë që administrata tatimore e Kosovës nuk është për ndëshkim, por është për vetëdijsim, është për ngritje të moralit, për ngritje të vendit, për të ardhmen e fëmijëve tonë, për të ardhmen e vendit tonë. Edhe më vjen shumë mirë kur dëgjoj edhe fjalë të mira kur dëgjoj të arrituna të administratës tatimore të Kosovës, sidomos kur shoh që ka edhe ndihma që lehtësimet bizneseve të vogla, domethënë jo as i hierarki, hin çtu dil çati shko çtu, domethënë është begi e qasshme qasja, begi mirë. Kjo fal punës përbashkët juve krejt atë. Administrata ka avancuar shumë, pothuajse 90% e shërbimeve është tashmon elektronike ku çdo tatimpagues, çdo qytetar kontribues mund ta shef gjendjen e tij, mund të ketë qasjen çdo lloj informacioni, udhëzimi i ri administrativ, ligji, kompletimi e gjëra të tjera. Më mendoj se jemi të rrugtuar suksesshëm për të mirën e këtij vendi. Po më intereson bizneset e vogla a kanë vështirë mu kon korrekt me tatime? Jo, zoti Edi, sepse tashmë është bërë edhe 20 vjet kulturë atij rrugtimi, domethënë bizneset e vogla kanë një kohë, një limit që është një shpenzim ditor nëse e marrim thjesht për një 3 muajsh me pague, ndërsa ato të cilat janë vërtet gjigonte të fuqishme që janë edhe normalisht shtyllë këtij vendi, ato edhe më përballojnë, por në krahasim me rajonin normat në vendin tonë është norma më të favorshme shumë. Po do më dal pak tek mësimdhënia si ish profesor. Domethënë më interesoi kjo kolegji Hermer. Po, kjo pak kolegj me karakter të përgatitjes skuadër për infermieri. Okej. Unë në cilësinë e ekonomistit kom pas menaxhimin në shëndetësinë, lëndë cilën na kemi si më thonë kualifikim. Okej. Sepse në çdo organizatë, pavarësisht si je mjek ose je ndërtuese se kudo duhet mësohet menaxhimi, se menaxhimi është një disiplinë shkencore që ti mëson disa rregulla që menaxhimi edhe në jetën personale duhet. Edhe në jetën e përditshme e bën një tip menaxhimi po në mënyrë të pavetdijshme. Domthonë zgjohet me një menaxhim, ka pauzë me një menaxhim, flan me një orë është pikërisht menaxhim. Edhe të shëndetësia kjo në vitin 2010-2012 në QKUK është mbajt edhe si lëndë për njëri shtesë, për mjekët, për infermierët të cilët udhëheqin me QKUK, me qendrat spitalore, dhe kjo kolegje pa të fut lëndën e menaxhmentit në shëndetësi. Dhe unë e kam mbajt aty për 3 vite në Gjakov, ka pas një numër të mirë studentëve, por siç po shifet, siç ka edhe tema në fillim, që him më mirë këtu apo atje, kjo temë shumë aktuale dhe trit kanë filluar me të vërtet
Një emigrim masiv duhet punohet shumë Duhet për me stagnu këto. Duhet me bo fushata të ndryshme. Normalisht, unë mendoj që ky kontributi juaj është kontributi i madh. Unë përcjelli, po duhet tu lakmohet. Duhet të bëjmë në menaxhment si se patëm atë Londër që kum pas aty në kolegjin Ermer ose në kolegjin biznesi, duhet t'i bësh participativ, pjesëmarrës njerëz. Jo tu thuhet jeton këtu, po ti bësh përgjes t'i vendi. Edhe të bën programe. Edhe pronor t'i vendi, sepse janë pronor t'i vendi. Qoftë me pronat e tyre, qoftë me punësimet e tyre në vendet publike ose shoqërore etj, po megjithatë mendoj që ka shumë nevojë për kësi emisione si emisioni juaj. Faleminderit shumë. Edhe ka shumë nevojë për njerëz që lën vendet bukura, vendet mundshme për një jetë dytë, edhe një farë tipi të sakrificës e bojnë për këtë vend. Definitivisht. Me qenë gjithë ti mendimit kishim me lulzu edhe ma shumë se që po lulzojmë edhe pse Kosova në krahasim me çysh ka qenë është lule dritë edhe shoqërzot po bëhet mirë e ma mirë. Po shpresojmë s'paku. Po më intereson ti e i ri më kon ish profesor, pse s'po vazhdon alo? Problemi është se unë kisha një kualifikim në master në Universitetin Publik po ashtu, 4+2. Po. Edhe mundson legjislatura që të punohet në për kolegje private. Kolegji biznesi mo nuk operon në Gjaku, gjithashtu edhe kolegji Ermer. Udhëtimin për qytetet ku mbeten në kryeqytet këtu njësi të universiteteve private ishin të vështirë ose thuja të palavërdishme ekonomikisht. Domethënë ki mundësia po nuk edhe koha me siguri nuk tani normalisht se e shoh ndonjë mundësi të kyçes, rikyçes, masi që unë kam gjitha këtu kualifikime, po edhe të pjesës së kualifikimit në domethënë ka mundësi Mariani prap me u kthy jo ish, po tash prap profesor. Po, megjithatë do t'i përshëndes gjithë studentët e mi sepse kanë qenë vërtet aktiv edhe është një pjesë shumë. Me siguri gjeten nëpër puna tash, nëse s'kan dalë. Ishin edhe të punësuar në atë kohë shumica e tyre, sidomos programin master, po megjithatë e di si një pjesë të rëndësishme tjetër se është një pjesë shumë relaksuese, më thënë. Definitivisht. Unë kam bërë shumë me vullnet me përkushtim, po tash në një kohë është një farë pauze shkurt. Ka edhe shumë kuadra të reja që kanë kualifikuar me doktoratura, me kualifikime shtesë jashtë vendit, edhe që normalisht duhet edhe një farë mënyrë të heshtur mi hap krahun, si thonë. Mi hap krahun, me hap shtigje, atyre më shumë mundësi. Domethënë Marian, na bashku këtu muj me fol të ditën se kemi tema shumë të ndryshme, shumë të mira, po më intereson pjesa e nishme jone, diaspora dhe investimet në Kosovë. A lidhen edhe ato me administratën tatimore? Shumë, edi diaspora gjithmonë duhet mbështetur për faktin se normalisht jetojnë mirë, normalisht se ka në diasporë njerëz të integruar në për biznese, punë të kualifikuar shumë të mira, por thash që jetojnë me zërin e brendshëm gjithmonë për të kthyer një ditë ose me një shprastie mbyllin jetën atje duke një veten një fajsi pse nuk janë në vendin tonë. Kontributi i tyre në vendin tonë është shumë dimensional. Qofse dikush marrë një shtëpi të bukur që shohim plot në rrethën Gjaku ose kudo në Kosovë, ai gjithsesi është kontribues drejt për drejt në buxhetin e vendit, sepse nëse paguon një shtëpi 120.000 euro ose 150.000 euro me çmimet e ditëve të sodit, aty është një TVSH që paguhet drejt për drejt prej parës tyre tek biznesi që kanë blerë materialin ose tek kompania e cila kryen ndërtimin. Domethënë çdo investim qoftë edhe jo ripërtreshëm, sepse diaspora tash edhe është vëdësuar dhe është duke investuar në biznese, ku normalisht investon një dhe merr dy, po dhe ajo diaspora që me një punë krahu, me një punë dershme në diasporë, investon një shtëpi të bukur në Kosovë, një banesë, një lokal afërest, ai gjithsesi është kontribut. Një paraordhën nga vendet e tjera për të paguar vendin tonë, gjithsesi paguhet edhe tatimi që është drejt për drejt në kontribut në buxhetin e vendit. Ardian Tetrica po thot mirëmëngjesi Gjakova, mirëmëngjesi Ardian. Gjithashtu na përshëndesin Azbiku Betini nga Zvicra. Edi mirëmëngjes po thot hijet ka mjekra. Po duker si Skënderbeu. Veç po thot më ngjit një helmet. Faleminderit shumë Azbiku Betini nga Zvicra. Avni Rama thot mirëmëngjes nderuar, ju përshëndes, jam juve shtopin mrekullueshëm, kanë një bukur dhe musafirin. Faleminderit shumë. Edhe Fabioni thot përshëndetje për bunën. Faleminderit shumë. Gjithashtu nga Gjermania kemi përshëndetje Qazim Beqiri, po thot po bie burr në Gjermani. Na ka dërguar një foto. Faleminderit shumë Qazim. Dhe e kemi një përshëndetje tjetër nga Gjermania, Meka, prapë po na përshëndet.
Faleminderit shumë Meka. Miku jon i nderuar Marian. Unë e di që edhe një herë thash na mund me fol ton ditën, po emisioni ton vesh i erdh gati i fundit, po më intereson një mesazh i fundit për juve, për qytetarët kur ta dëgjojnë fjalën tatime, jo më tut. Gjithsesi jo më tut, po mi pa si partner, jo si kundërshtar. Më intereson një mesazh. Ky është edhe promovimi i fundit që bën administrata timore e Kosovës, sidomos vitet e fundit ku ne jemi partnerë të Tatim Bagus. Normalisht për çdo gjë që është e mundur deri në zbatimin e ligjit. Edhe ajo administrata është gjithmonë e tyre, shërbim të tyre, edhe këto e them me plot përgjegjësi, që çdo ditë i shërbej çdo qytetar i vendit në këtë fushë, edhe them vërtet me kompetencë, veç dëshiroj që të rritet niveli i vetëdijsimit. Secili qytetar që ajo është një e mirë e cila do t'i kthehet në një formë ose formë tjetër. Definitivisht. Por para fundit të emisionit të Edit do t'i kthehesha normalisht me lejen tuaj vetëm në një pikë të hikingut ku vitin e kaluam kemi pas një aktivitet shumë specifik. Një miktimin Leon Hasani, i cili është me nevoja të veçanta. Edhe ai është një pjesë e ekipit. Një shembull i jashtëzakonshëm që ne duhet punojmë shumë ta përkrojmë atë pjesë shoqërisë. Ai është me vështirësinë të pamën, por që ai kingun e ka vërtet shpirt. Edhe kemi bërë disa aktivitete me Leonin, shokët e tij në përbjeshtë e bukura të perëndimit të Kosovës, kryesisht në bjeshkën e Deçanit, në qysëm gjitje në bjeshkës së Xherovicës, sepse është vështirë për atë kategori. Por ai ka qenë emisione 2-3 herë në RTK, kështu që do ta kemi një ditë do ta kemi në emision, besoj me bashkëpunimin tuaj. Edhe unë publikisht po them se do më janis edhe unë më edhe jemi mirësorën shumë. Jo më mlon mrapa, se s'kam kondicion, më prit. Se ka për kujdesi për secilin anëtar. Faleminderit shumë Marian. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për kontributin për punën. Është bërë si një praktikë shumë e thjeshtë lavdata aty për aty, por unë mendoj se kontributi juaj në zëri juaj në jep një dinamik të qytetit. Faleminderit dhe suksese pafund në vitin 2026. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.